أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Po fillojmë me ligjëratën e 58 të shpjegimit të veprës Meraki el-Falah, Sharh Nurul Idah të Imam Shrumbulalit rahimahullah. Kemi përfunduar me shpjegimin e namazit të xumas, kurse sonde do të fillojmë me shpjegimin e ahkamul aidain min as-salati wa ghayriha. Dispozitat e ka zgjeruar pak temën ke, thotë nuk e ka bën namazi i bajramëve, po e ka bën dispozitat e bajramëve. Pra nga namazi, dispozitat që kanë të bëjnë me namazin, vë gajriha dhe jashtë namazit, po të thotë për bajramët. Po kryesore, ajo që është thelbësore, dihet, është namazi bajramëve. Sumija aidan li anna Allah Teala fihi awaidul ihsani ila ibadihi. Shpjegon në aspektin terminologjik se quhet aid, rikthim, sepse këtë ditë Allahu Gjallëshanu tek njeriu i rikthen mirësit dhe begatit që i ka dita e bajramit. Fillimisht e kthen pas fitër bajramit, e kthen ushqimin, dhe thotë që ka qenë ndaluar, dhuratat, sadakat, sevapet e sadakave, sevapet e bajramave, te kurban bajramit e kështu me radhë. Ndërlidhet pra agjerimin, ndërlidhet haxhi me, sepse të dy bajramët ndërlidhen, njëri me haxhin, tjetri me agjerimin. Salatul aidaini wajibe, lejset fardhën. Thot Imam Shrumbulali, namazi, dispozita e namazit të bajrameve, është wajib dhe nuk është farz. ورد النص الوجوب عن الإمام في رواية وهي الأصح رواية ودراية وبه قال الأكثرون وتسميتها في الجامع الصغير سنة لأنه ثبت الوجوب بها لمواظبة النبي على الصلاة العيدين من غير ترك. نمازي I bajramit ose namazi I bajrameve, thot, sipas transmetimit nga Imam Ebu Hanife, radiallahu anhu, është e ka dispozitën e vajibit e nuk e ka dispozitën e farzit. Edhe pse, për shkak të argumentit të cilët vinë në këtë çështje. Li tukmilul iddata, thot Allahu Gjallëshanuhu, ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. Pastaj muradu bihi, pra ajo që sinohet me këtë, është namazi I bajramit, salatul Eid. Fasalli li rabbika wanhar. Edhe këtu sinohet namazi I bajramit. Kur kemi folë më herët për forcat e argumenteve, se këtu në fik dhe usul nuk është problem vetë argumenti, është problem mënyra e trajtimit dhe interpretimit të argumentit. Walitukmilul idda walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kuptimi I ajetit është dhaniju thubut, nuk është katiju thubut, katiju dilalen, falni, jo thubut, se është katiju thubut, se është ajet, është mutawatir. Mirë po është dhaniju dilale, forma e argumentimit nuk është e prerë. Kur argumenti, sepse nuk është e prerë, sepse mendohet se është namazi I bajramit, po të ishte I emëruar, atëherë do të bëhej farz.
me që argumenti është Katiju e dhaniu dilale, Imam Ebu Hanife thot, dispozita e namazit bajramit është vajib e nuk është farz. Vaqale bihi al-aktharun, dhe ky është mendimi i shumicës së fukahave. Në veprën Xhamiu Sagir thuhet se është sunne. Kur ta lexoni veprën al-Xhamiu Sagir, thuhet atje shkruan se namazi i bajramit është sunnet, por nuk e ka qëllimin në atë vepër se dispozita e namazit të bajramit është sunnet, por e ka qëllimin namazi i bajramit është vajib i cili është i vërtetuar me sunnet. Li'annahu thabata al-wujuba biha, yani bi sunne, sepse vajibi i bajramit është vërtetuar me argument. Wali muwadhabatin nabi sallallahu alaihi wasallam, muwadhaba është kur pejgamberi alayhis salam e ka vepruar rregullisht. Muwadhaba e kundërta e kësaj, thonë dietarët, kur e gjonin literaturë, muwadhaba është sunneti i fortë, sepse është veprimi pejgamberit alayhis salam. Nëse muwadhaba i bashkangjiten rrethana tjera argumentuese ku ka kërcënim për mos veprim, kalon në dispozitën e vajibit, dhe thot përforcohet. Thot, fatajibu ala man tajibu alayhi al-jumu'a bi sharaitiha wa qad alimtaha. Namazin e bajramave e ka vajib ai i cili e kishte farz namazin e gjumas me të gjitha kushtet që i kishte namazi i gjumas. Thot, fa qad alimtaha, dhe e keni mësu pak përpara, dhe thot na, e kalum namazin e gjumas dhe kushtet e fela budde min sharaiti l-wujubi jami'iha wa sharaiti s-sihha. Prandaj, edhe për namazin e bajramit, detyrimisht duhet të plotësohen të njëjtët kushte që duhet plotësohen te namazi i gjumas, pavarësisht a bëhet fjalë për kushtet e obligueshmërisë apo për kushtet e vlefshmërisë. Siva el-khutbe, me përjashtim të khutbës. Me përjashtim të khutbës. Pse përjashtim të khutbës? Khutbja te namazi i gjumas është shart. Dhe kur themi është shart, sharti gjithmonë kushti ka dy gjendje. Ose është para veprimit, ose është ngjit me veprimin, me njëherë pas veprimit. Për shembull, abdesi është kusht i namazit. Mund ta marrësh gjys ore para namazit, mund ta marrësh abdesin dhe me njëherë të fillojsh namazin. Po kushti nuk mund vjen në fund veprimit, pas veprimit. Khutbja është kusht te namazi i gjumas, sepse është përpara namazit gjumas. Kurse te bajrami nuk është kusht, nuk është shart, sepse është pas namazit bajramit dhe kushti nuk mund të vehet pas. Prandaj, lem tekun shartën leha, nuk është kusht i bajramit bel sunnetun, por se është e ka dispozitën e sunnetit. Fa in lem yahtub athim, wa la tubtil as-salatu al-eid. Kur themi se khutbja e bajramit e ka sunnet, thot nëse lëshohet khutbja, nuk bëhet hiç, thot la tubtil as-salatu al-eid, nuk prishet namazi i bajramit. Namazi i bajramit është i plot, po ka mëkat për ata, ethim, ka bë mëkat. Bi khilafi salati l-gjuma, për dallim nga namazi i gjumas.
Nëse lëshohet hutbja në namazin e xhamas, namazi i xhamas është i pavlefshëm. Pse? Sepse kjo është kusht e te bajrami është sunnet. Fattasihu salatul idejni biduneha, pra namazi i bajramit është i vlefshëm biduneha, pa khutbën, pa leximin e khutbës, el khutbe, lakin mal isae, mirë po me një mëkat, me një lëshim. Literki sunneh, për shkak të braktisjes së sunnetit. Braktisja e sunnetit e kundërta e braktisjes së sunnetit është mekruh. Pra, jo krah. Kema yekunu musien, po ashtu thot, konsiderohet gabim apo lëshim apo mëkat, لو قدمت الخطبة على الصلاة لمخالفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. Pashtu thot është mëkat ose veprim i gabuar nëse hutbja të namazit i bajramit bëhet para faljes së namazit të bajramit. Namazi është i vlefshëm, pra namazi nuk prishet, por konsiderohet kundërshtim ose veprim i kundërt me atë që e ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fan Ibn Abbasi, thot Ibn Abbasi radiallahu anhu, shahidtu al-Eid ma Rasulillah, thot unë kam qenë prezent në bajramet, kam fal namazin e bajramit me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, me Abu Bakrin, me Omerin, me Uthmanin radiallahu anhum gjemian, fe kenu yusalluna qabla al-khutbah. Namazin e bajramit e falnin para khutbes. Kje bjen si argument hadithin e keni të Sahihul Bukhari. Hadithin e Ibn Abbasit. Kjo do të thot, nëse lëshohet tërësisht hutbja, namazi i bajramit është i vlefshëm, nëse hutbja bëhet para faljes së bajramit, përsëri namazi i bajramit është i vlefshëm, mirë po me al-kerahe, është veprim i urryer. Pse? Sepse veprimi është në kundërshtim me atë që ka vepru pejgamberi alayhis salam, sepse edhe Abu Bakri, thot Ibn Abbasi, edhe pejgamberi, edhe Abu Bakri, edhe Omeri, dhe Uthmani që kanë prezantuar në bajramet e tyre, hutbën e kanë bën pas namazit të bajramit. وندب أي استحب لمصلي العيد في يوم الفطر 13 شيئا. është e preferuar apo mustahab për namazliun, për atë që e fal namazin e bajramit, ditën e fitr bajramit. Se tani jemi të fol për bajramet, po me thekst veçantë është të fol për fitr bajramin. Se kur vjen ka fundi na tregon se çka janë disa dallime të vogla mes Kurban Bajramit edhe Fitr Bajramit. Tash krejt çka jemi të fol për Fitr Bajramin. Po thot Imam Shërumbulali, është e preferuar ai që e fal namazin e Bajramit për këtë njeri, është mendub, është e preferuar, disa thonë se është sunnet që të veprohen sa 13 shejën, që të veprohen 13 gjëra që duhet veprohen ditën e bajramit. 1. An ya'kula ba'da al-fajri qabla dhihabihi lil-musalla shay'an hulwan kas-sukar. Wa nudib an yakuna al-ma'kulu tamran in wujid wa an yakuna 'adaduhu vitran. Është sunnet ose mendub që para se me shku në faljen e namazit të Fitr Bajramit, është sunnet pra që namazliu që shkon për Bajram me ngrën diçka. Me ngrën diçka. Qoftë edhe diçka ëmbël, një bombon, një diçka. Thotë, o nuk dibe, është mirë e preferuar që ajo t'jetë hurme për ato çka i kanë, po nuk i kanë krejt njerëzit. Nëse është hurme, pra pjesë, koka shka janë,
Po ashtu thot është mendu që ato shka i hanë të jenë vitren, të jenë tek, të jetë 1, të jenë 3, të jetë 5 i kështu me radhë. Kjo është prej sunneteve të ditës së Bajramit. Dietarët këtu kanë diskutuar një çështje interesante. Thotë që ki sunneti i ngrënjes, para se me e dal, me shku në musalla, në vend falje, në xhami, me fal namazin e Bajramit, a është sunnet i namazit Bajramit? A lidhet me namazin? Apo është sunnet i ditës Bajramit, lidhet me namazin? Shumica e dietarëve janë të mendimit se kjo ditë, ky lloj i ushqimit, pra temura, çka do që të jetë një ëmbëlsirë diçka, është prej sunneteve të ditës së Bajramit, nuk lidhet me namazin, sepse namazi, sunnetet me namazin lidhen veprimin e namazit. Ngjajshëm kur kemi fol, nëse ju kujtohet te namazi i xhamas, që është sunnet, pastrimi para namazit xhamas, larja e trupit. A është sunnet për shkak të namazit të xhamas, apo është për shkak të ditës së xhamas? Edhe kjo të njëjtin trajtim. Shumica e dietarëve thonë se ky sunnet apo ky mendu, apo ky mustahab, se e quaj në të 3 terminat, ka të bën me ditën për ta dallu ditën e djeshme, e cila ka qenë ditë e ndaluar për ushqim, për të hangër. Sot është ditë ushqimit, sot e ke të ndaluar të mos hash. Dje e ke pas të ndaluar të konsumosh ushqim, se ka qenë ditë Ramazani, sot e ke të ndaluar të mos konsumosh. Do të mos hash ushqim, e ke ndaluar me mos me hangër, patjetër duhet hash, se agjerimi është i ndaluar. Krejt kjo vërtetohet me hadithin ku e transmeton Lemarav al-Bukhari, me hadithin që e ka regjistruar Imam Bukhariu me transmetim prej Enes ibn Malikit radiallahu anhu, i cili ka thonë: Kane Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam la yaqdu yawm al-fitri hatta ya'kul at-tamarat wa ya'kuluhunna vitran. Dhe pejgamberi nuk ka dal në fitr Bajram pa hangër hurme, dhe ato i hante tek kene wa ya'kuluhunna vitran, pra hante ose 1 ose 3, kështu vitër, numër tek. Walau lam ya'kul qablaha la ya'tham. Tani, nëse nuk han, a ka bë mëkat? Jo, nuk ka bë mëkat. ولو لم يأكل في يومه ذلك ربما يعاقب كذا في الدراية ولو لم يأكل في يومه ذلك أعطني nëse يعاقب تو mund të dënohet nëse nuk ka hangër të ditën, se këtë do në tash veç ka bon ma, ka hinë fazën e agjerimit. Wa nudiba thash parësit, vënudibe këto thot, sunna, pra mendub, pra është sunnet, e një gëtesil, që të lahet, që të pastrohet, që të lahet tër trupi, ennehu, vë të qaddeme ennehu lis salat. Si pas, Imam Ebu Hanifës, dhe Imam Muhammedit, larja ditën e xhuma është për shkak të namazit. Ebu Jusufi është për shkak të ditës. Edhe këtu, Imam Muhammedi dhe Ebu Hanifja thonë wa taqaddama annahu lis-salat, edhe ditën e Bajramit është mendu pra larja për shkak të namazit. Li annahu, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
kana yaghtasilu yawm al-fitr wa yawm an-nahr wa yawm al-arafa. Sepse pejgamberi alayhis salam pastrohej, pra laj tër trupin ditën e Fitr Bajramit, ditën e Kurban Bajramit edhe ditën e Arafatit. Kur vim të Arafati e mësoj. Wa yustak li'annahu matlubun fi sayri salawat wal a'am al halat. Është prej suneteve është që para se del në xhami të përdor misvakun. Përdorimi ose larja e dhëmbëve themin. Wa yatatayyab li'annahu kana yatatayyabu yawm al-eid, të parfemosët dhe të nxjerr parfemi për shkak për të larguar erën se bën grumbull njerëz atje. Pastaj pesta, wa yalbisu ahsana thiyabihi allati yubahu libsuha. Even theks. Është sunet që t'i vesh robet më të mira të cilët lejohen për me I vesh, ta ka robet që s'lejohen ka. Wa yundabu lirrijal wa kana lin-nabi jabbata fanakin yalbisuha fil jumu'i wal a'yad. Pejgamberi ka veshat xhubën fanak, është për një lëkurë, nuk e di çfarë kafshë, është një xhubë e veçantë. Bëhet prej këtyre lëkurave të kafshëve që I bëjnë shtavitjen e tyre dhe pastaj përdoren. Xhubë fanak është I njohur në literaturë. Këtë xhubë e veshte pejgamberi për xhumë dhe për bajrama. Wa yuaddi sadaqat al-fitr in wajabat alayhi li amri an-nabi fa addaha bi adaiha qabla khuruj an-nas ila as-salat. Prej suneteve të bajramit është që sadaqatul fitrin ta nxjerr pra ta paguaj in wajabat alayhi, nëse ju ka bë vajib. Sepse ka njerëz që sadaqatul fitrin nuk e kanë vajib. Edhe pse kur të kthemi këtu më qartë do ta kemi kur të kthemi te sadaqatul fitri pas zakatit, ta që e shpjegon në detaje, këtu vetëm e kalon. Ka njerëz që sadaqatul fitri nuk e kanë vajib. Por ato që e kanë vajib, është sunet që sadaqatul fitrin me e dhanën para se me dalën në xhami, para se me u fal namazi I bajramit. Sepse sipas medhebit ton, nëse nuk e jep para faljes së bajramit, duhet ta japish edhe mbrapa. La yeskut wujubuha, nuk bie obligueshmëria e saj. Po edhe pas namazit e. Por prej suneteve është që ajo të jepet para. Prandaj eksakt koha, thash po nuk po du të largohem shumë prej temës. Koha e obligueshmërisë së sadaqatul fitri kur të bëhet vajib? Është eksakt prej sabahit deri në faljen e namazit. Që kjo është koha që të bën vajib sadaqatul fitri. Po për shkak se në këtë kohë ka vështërsi për me nxjerr sadaqatul fitrin, ulemat islam e kanë lejuar që ajo të jepet edhe para kohës. Ashtu siç e kanë lejuar edhe zakatin të jepet para kohës, një numër I dietarëve dhe më pëlqen ky mendim se mbi shart me kusht që ajo të jetë brenda ditëve të Ramazanit. Ka mendime 10 ditë, ka mendime gjys Ramazani, por mendimi më I përgjithshëm ose më tolerues është mund të jepet sadaqatul fitri para kohë, por me kusht që të jetë brenda ditëve të Ramazanit. Jo. Po. Edhe pse më e preferuara është kjo. Wa yudhiru al-farah bi ta'ati Allah wa shukrin ni'matihi wa yatakhattam. Ditën e bajramit prej sunneteve është që njeriu të reflekton gëzimin e reflekton për shkak të arritjes së vlerave, punëve që I ka kryer, ka agjëruar, ka fal namaz taravijës, ka dhënë sadaka, dhe ki duhet ta reflekton gëzimin para njerëzve dhe të jetë falëndërues li ni'metihi për begatit mirat që ja ka dhënë Allahu xhallashanu, wa yatakhattam edhe të vendon unaz ditën e bajramit, nëse ka. Sepse në atë kohë nuk I kanë bartë unazat çdo kush. Ka qenë
ka qenë si tradit vetëm e udhëheqësve që i kanë bërë dhe i kanë përdorur edhe si vula. Wa yadhharu al-bashashata fi wajhi man yalqahu min al-mu'minin. Duhet bështesh, duhet shpreh hare ndaj muslimanëve dhe të urojnë pra festën apo gëzimin me lutjet e Allahu xhalla shanuhu kur takohet me vëllezërit musliman. Kjo është qëllimi, që ditën e Bajramit mos ta shndrojnë në ditë, të them thojza në ditë zije, në ditë mrolje, paraqitet një gëzim familje, një gëzim të personi, sepse është dita kur merr shpërblimet prej anës Allahut për obligimet që i kemi kriju, ose të Ramazanit, këtë rast jemi të fitrit të Ramazanit, të taravive, të sadakave, të lëmoshave, kështu me radhë. Wa kathratu sadaqa nafila hasbe taqatihi ziyadatun an adatihi. Prej suneteve të ditës së Bajramit është me i rrit pak nivelin e sadakas. Nafile, jo obligative, jo sadakatul fitr, nafile, me vëdhën dhe një të varfër, dhe një skamnori, edhe kjo veprohet të në ditën e Bajramit, madje qoftë edhe të fëmijët është prej sadakave. Po ziyadatan an adatihi, se ka njëri që ka traditë dhe ditëve qera, jep sadaka. Ama këtë ditë është mirë pak me shtuat pozicion. O l'ibtiker, wa huwa al-musaratu ila al-musalla, që shkon sa më herët në faljen e namazit Bajramit, ila al-musalla li yanala fadilatahu fi as-saff al-awwal. Që të dalloni ju pse i bjen këto sende kështu. Te ne, si praktikohet sot, te ne nuk është praktikuar në këtë kohë, as në kohën e sahabëve, as në kohën e muslimanëve, dhe sot kështu edhe te arabët, nuk praktikohet në këtë formë si e praktikojmë ne. Jo se jona është më e mirë apo më e keqe, kushtet dhe rrethanat janë të tilla. Te arabët, se na vjen që tash, as-salatu subhi fi masjidi hayyihi, prej suneteve ekskluzive të ditës së Bajramit është që namazin e sabajt me fal të xhamia e lagjës. Të xhamia e lagjës. Pastaj, prej të xhamia e lagjës shkon të vendi ku falet namazi. Namazi i Bajramit. Sepse të arabët, edhe sot kësaj dite përdoret kështu, ku kanë mundësi në për lëndina, në për sheshe, e falin në për sheshe. Madje ka mendim të Hanefit, nëse, si pas mëdhebit Hanefi, nëse ka mundësi dhe kushte, rrethana, që namazi i Bajramit të falet në hapësirë, është me kruq që të falet në xhami. Kur thot ki, el-ibtiker që duhet shkon më herët, e ka fjalën, e fal namazin e sabajt të xhamia, dhe me njëherë mas farzit të sabajt nisësh për me shku të vend falja atje ku falet Bajramit. Kurse tek ne, dhe kjo është i mirë, te ne ma nuk dalim, e falim namazin e Bajramit, edhe xhamatin ngelin në xhami. Pastaj, ngelja në xhami është për shkak të rrethanave. Ka mundësi dikush me dal me ndru abdesin, këto janë këtë lejuara. Mirë po, te ne xhamati për shkak të rrethanave, se në stinën e dimnit për shembull, si do të falish në xhami këto, Bajrame jashtë xhamisë. Dhe njerëzit për mos me kriju të llovi, tradita e jonë në vendin tonë është që kjo kohë mes faljes së Bajramit edhe sabaj shfryzohet me ligjërata nga imamët ose hoxhallarët. Dhe është traditë e mirë, nuk them s'ka gjë të keqe. ثم وفي قوله ثم يتوجه إلى المصلى إشارة إلى التقديم ما تقدم على الذهاب إلى المصلى ماشيا. Kur thot ki Imam Shërumbulali te Nurul Idahi se të orientohet, të drejtohet, yatawajjah ila al-musalla, të drejtohet drejt vendit ku falet Bajrami, thot e ka për qëllim që shkohet sa më herët për të zënë vendin safin e parë. Sa më herët që të shkon, ka shpërblimin më të madh. Dhe thot, an yakuna dhihabu mashyan, që të shkon duke ecur në kam.
Kjo nuk e ndalon shkuarjen me mjet, për shembull me kerr apo me diçka, por ki po tregon çka është wa wiqarin bisukunin wa wiqarin wa gadd al-basar. Ecja duhet jetë e qetë, jo me vrapu, duhet jetë e qetë, edhe e rahatshme dhe duke ul shikimin, jo duke shiku lidhje pa lidhje, pra duke ulur shikimin e tij. Sepse thot transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kharaja mashyan wa kana yaqulu inda khurujihi. Pejgamberi alayhis salam dilte prej xhamisë për me shku te vend falja, te musalla, se dhe vetë pejgamberi ka fal namazin e Bajramit në, po i themi Lendina, atje diku në shesh. Dhe kur dilte pejgamberi alayhis salam me shku atje, e bënte këtë dua: Allahumma inni kharajtu ilayka makhraj al-abd al-dhalil. O Zot, inni kharajtu ilayk, unë dola prej shtëpisë, u nisa për tek ti. Kuptimin alegorik, pra për të shtëpia jote, makhraj al-abd, me një dalje të një robit të përullur. Mukebbiran sirran, gjatë rrugës duke shku në kam të xhamia, qa duhet me ba? E thot tekbirin. Tekbirin e lezon sirran, e lezon pazan. Allahu akbar, Allahu akbar, vetë sa ndëgjon. Jo me zë. Kjo është mendimi i imamit, imam Ebu Hanifes. Argumenti ku e mbështet imam Ebu Hanifja tekbirin, se tekbiri është formë e dhikrit, apo? Edhe lutjet janë forma të dhikrit. Është ajeti kuranor ku Allahu xhalleshanu thot: "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dun al-jahr." Përmende Zotin tanë në vetvetën tënde, jo në publik. Këtu e merr argumentin imami, kurse nxënësit e tij thonë mund të bëhet edhe me za. Fatfaja është sipas imamit në këtë rast. Ka shumë muhabete pastaj në këtë, po ne nuk dëlqomi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kjo është argumenti nga Kurani, që ku mbështetet imam Ebu Hanifja mendimin. Dhe hadithi tjetër, ku e mbështet imam Ebu Hanife mendimin e tij, është hadithi transmetuar nga Sa'd ibn Abi Waqqasi, i regjistruar në Sahihun e Ibn Hibbanit, Musnedin e Shihabit, Musnedin e Imam Ahmedit, ku thot: khayru dhikri al-khafi, khayru dhikri al-khafi, wa khayru rizqi ma yakfi. Dhikri më i mirë është ai që bëhet shehurazi me zemër, me shpirt. Jo ria e nas për me të pa njerëzit se u sa mirë po lut këki, po di ka mu lut ki. Dhikri më i mirë është ajo që është i fshet mrenda. Wa khayru rizqi, e risku, furnizimi më i mirë është ma yakfi, ajo që të mjafton. Mjafton, ka një hadithi kudsi, thët pejgamberi alayhis salam, Allahu xhalleshanu, sa hadithi është kudsi, thot: o robi jem, pse po e kërkon riskin e nesërme, ditës së nesërme, kur unë s'ta kam kërku obligimin e ditës nesërme? Ti mund të kesh miliona pasuri, po riski jotë është ma yakfik, ajo shka të mjafton tije, me qatë je i knoqën. Nëse nuk je i knoqën me qatë që e ke, edhe me pas krejt dunjohën nuk do t'jesh i knoqën. Nëse je i knoqën me atë që të mjafton, do t'jesh falëndërues edhe atë që e ke tepër. Pra kjo është kuptimi i hadithit. Khayru dhikri al-khafi wa khayru rizqi ma yakfi. Wa indahuma, yani inda Aba Yusuf wa Muhammad, gjahran, tekbiri pra lexohet duke shku në xhami. Ebu Hanifja thot pazan, i pruni dy argumente, një nga Kurani, një nga Sunneti.
Kurse imam Ebu Jusufi dhe imam Muhamedi thojnë se tekbiri duke shkuar në xhami bëhet xeheren, bëhet me zan. Kur themi me zan, nuk do thosë se duhet me bërtit sa të mundesh ti. Ve huve rivajetun an imam, thot kjo është edhe një transmetim nga imami. Ku kanë këto argumentin? Apo këto, thot, wa kana Ibn Umar, si pas këtire dyve, Ibn Umari radiallahu anhu, kana yarfa'u sawtahu bit takbir. Ibn Umari e ngriste zërin me tekbir duke shkuar në xhami për të falë bajramin. Derisa Ibn Umari e ka ngrit zërin, dhe sigurisht e ka ndëgjuar njerëzit sahabët, dhe nuk e ka tërheq vërejtjen askush se kjo punë nuk është në rregull, do thotë se kjo është okay, është argument se duhet me bë tekbirin, duhet me lezu me zan. Ebu Hanifja, nëse thot dikush, po mirë, me që qenë ka kjo, ki hadith, ki ether, mëse është veprim i Ibn Umarit, pse imami nuk e ka pranu këtë mendimin e këtire, më që ka hadith për këtë pra. Imam Ebu Hanifja shkon me një parim tjetër. Thot, fi'lus sahabi, ose kaulus sahabi, se kjo nuk është fjallë për nga merit, kjo Ibn Umarit, kjo është veprim që e ka bëj Ibn Umari. Thot Imam Ebu Hanifja, veprimi i sahabiut, nëse kundërshtohet me umumul Kur'an, me të përgjithshmën e Kur'anit, thot ne veprojmë sipas asaj që është me shumicën ose me të gjithëpërfshirjen e Kur'anit. Jo që këtë e refuzojmë. Prandaj na nuk themi se po t'jemi këmbgulës do të themi vetëm sirrën dhe nuk ban ndryshe. Ai po tregon se çka është sunet, edhe këtë nuk po e kundërshton. Por duke u mbështetur në gjithëpërfshirje e Kur'anit, ku thot wadhkur rabbaka, përmendë Zotin tan në heshtje, është gjithëpërfshirje e ajetit. Kjo është mendimi i sahabijut ose veprimi i sahabijut. Nëse kundërshtohet, ne marrmi mendimin e ajetit. Wa yaqta'uhu, ku gjendet ky hadith an Ibn Umar, أنه كان إذا قضى إلى المصلى يوم العيد كبر. Pra, Ibn Umari, radiallahu anhu, kur ka shkuar në xhami, në musalla, për me fal namazin e bajramit, kebbera, fa rafa'a sawtahu bit takbir, dhe ka ngrit zërin me lezimin e tekbirit. Fi ma'rifati sunan, është ki hadithi i Ibn Umarit, edhe të musnedi i Imam Shafiut. Edhe Imam Shafiu ka musnedin e vet, edhe Ebu Hanifja ka musned, edhe kanë plot musnede që na, jo që nuk i kemi lezu, po as që i kemi ndidhe njëherë. Wa yaqta'uhu ayat takbir, wa yaqta'uhu, e ndërpret tekbiri kur, duke shku duhe lezu tekbiri, qoftë me zan, qoftë pa zan. Kur e ndërpret tekbirin? Idha intaha ila al-musalla fi rivajetin, kur të mërin të xhamia. Kur të në vendin e musallas, në xhami, e ndërpret tekbirin. Ki është një mendim. Mendimi tjetër thot idha iftataha as-salat, kur të fillon namazi. Pra ka dy mendime. Wa kadha fil kafi, wa alayhi amalu an-nas, wa qala Abu Ja'far wa bihi na'khudh. Tekbirin do e thau duke shku në xhami, me zan apo pa zan, sipas Imam Ebu Hanifës pa zan, dhe kjo është mërgjoh, kjo është mendim më i preferuar ose që jepet fetvaja me dheb. Sipas mendimit parë, kur të ishtë në musalla, kur të ishtë në xhami, ndërpret tekbirin. Sipas mendimit tjetër jo, kur imamit të merë, deri sa imamit të merë tekbirin për me hinë në namaz. Sipas mendimit parë, nëse ndërpret, angazhohesh me dhikër tjetër,
angazhohesh me dhikr tjetër. Dhe thot Gjaferi, njeni prej dietarëve, Abu Jafer, thot wabihi na'khudh, na veprojmë sipas këtij mendimi. Wa yarji'u an tariq min tariqin akhar, iktida'an bin nabi wa takthiran lish-shuhud. Prej suneteve të Bajramit dhe ditës Bajramit është që kur shkosh me fal namazin e Bajramit, të shkosh për një rrugë, kur të kthehesh, mundësisht kthehesh nga një rrugë tjetër, ndryshimi i rrugës. Pse kështu? Se kështu e ka vepruar pejgamberi alayhis salam. Pse ka bëu këtë? Takthiran lish-shuhud, që t'i shton numrin e dëshmive. Dëshmive që është dëshmive? Se rruga, vendi ku falësh, edhe kur kemi thënë takthiran lish-shuhud, kur e fal farzën edhe ndron pak vendin për të falë sunetin, pastaj apet e ndron. Takthiran lish-shuhud, që vendin ku e ke nu tokën, nga të ballin në sejdë, është dëshmitar i joti. Çdo pjesë e tokës, ku ti ke lëvizë sipërfaqe të tokës dhe ke bën një veprim, do të jetë dëshmitar për ti ditën e gjykimit ose kundër ti. Do thash Zoti, ke bën një vepër të keq që është kundër ti, po është dëshmitar. Po për të përfituar dëshmi më të shumta që janë për tije, thot e ka ndruar rrugën pejgamberi alayhis salam në kthim prej namazit të Bajramit. Tani vjen tema e disa mekruheve, sepse i përfundon me këto sunetet, apo mendubet, apo mustahabet. Dietarët i kanë përdorur të tre terminet, pra sendet të preferuara ose sunete, edhe pse nëse ndalemi në esencë këto kanë disa dallime, po në parim këto janë. Prandaj për të mos i ngatruar tani edhe me mekruhet, këtu e përfundojmë këtë ligjërat dhe deri te ligjërata tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.